The real deal, Albanian language. Për qindra vjet, jo hebrejt nuk e kanë adhuruar Perëndin në frymë dhe të vërtet, siç thuhet te Gjoni 4:23. Ai thot, por ora po vjen dhe tani ka ardhur, kur adhuruesit e vërtet do ta adhurojnë Atin në frymë dhe të vërtet, sepse Ati kërkon të tillë për ta adhuruar. Adhuruesit e vërtet janë të krishterë të vërtet dhe ju duhet të kuptoni se nuk jeni asnjëri për momentin, por shpresojmë se do të jeni në të ardhmen. Kishte një tragjedi që ndodhi me të krishterët dhe shenjtorët jo hebrejnë, të cilët ishin besimtarë të drejtë shpirtëror. Ata u vranë nga të ashtu quajturit besimtarë të tjerë që ishin të drejtë fizik. Të gjithë e quanin veten të krishterë qindra vjet më parë, ashtu siç e quajnë veten sot. Të krishterët e vërtet janë të vetmit që mund t'ju japin të vërtetën për vjatën e re, sepse ata kanë në vete shpirtin e së vërtetës. Zoti ka një urdhër, Zoti për Jezusin dhe Jezusi për dishepujt. E vërteta dhe misteri ju zbuluan dishepujve. Marku 4:11-12 Dhe ai u tha atyre, juve ju është dhënë të njihni misterin e mbretërisë së Perëndisë, por atyre që janë jashtë, të gjitha gjërat vijnë në shëmbulltyra. 12 Që duke parë të shohin dhe të mos kuptojnë, dhe duke dëgjuar të dëgjojnë dhe të mos kuptojnë. A thua, pra, dishepulli i tij, 10 Dhe ai tha, juve ju është dhënë të njihni misteret e mbretërisë së Perëndisë, por të tjerëve u jepet në shëmbulltyra, që duke parë të mos shohin dhe duke dëgjuar të mos kuptojnë. Dishepujt fillimisht u quajtën të krishterë të veprat e apostujve 11:26. Të krishterët kalojnë procesin e shenjtërimit dhe bëhen shenjtor. Pra, janë të krishterët dhe shenjtorët ata që i mësojnë besimtarët, ata që nuk janë pagëzuar me shpirtin e shenjtë me shfaqjen e shpirtit të së vërtetës. Besimtarët duhet të dëgjojnë të vërtetën nga të krishterët ose shenjtorët e vërtetë. Romakëve 8:8 Pra, ata që janë në mish nuk mund t'i pëlqejnë Perëndisë. 1 Korintasve 15:44 Mbillet një trup natyror, ringjallet një trup shpirtëror. Ka një trup natyror dhe ka një trup shpirtëror. Efesianëve 1:13 Ti ai besuat edhe ju, pasi dëgjuat fjalën e së vërtetës, ungjillin e shpëtimit tuaj, në të cilin duke besuar u vulosët me frymën e shenjtë të premtimit. Ju duhet të keni shpirtin e së vërtetës për të mësuar të vërtetën. Vetëm të krishterët dhe shenjtorët e vërtet kanë frymën e së vërtetës në ta. Gjoni 16:13 Megjithatë, kur ai, fryma e së vërtetës, të vi, ai do t'ju udhëheqë në çdo të vërtetë, sepse ai nuk do të flasë nga vetja e tij, por do të thotë çfarëdo që të dëgjojë, dhe ai do t'ju tregojë gjërat që do të vinë. Zoti do të kujdeset për ata që vranë të krishterët dhe shenjtorët e vërtetë. Fokusi im është t'ju bëj gati për t'u bërë shenjtor. Dhe përpara se të bëhesh shenjtor, së pari duhet të bëhesh një i krishter i vërtetë. Një i krishter i vërtetë është i mbushur me frymën e shenjtë dhe flet në gjuhë të tjera, siç thuhet në Veprat e Apostujve 2:4. Është ironike që ata që janë përfshirë në vrasjen e të krishterëve të vërtetë e quajnë veten të krishterë. Nuk ka pasur një të krishter të vërtetë që nga vrasja e të gjithë të krishterëve të vërtetë qindra vjet më parë. Vetëm sepse e quani veten të krishter nuk ju bën të tillë. Ju duhet të përmbushni për kufizimin e Perëndisë në dhjatën e re. Të kuptuarit e tragjedisë së asaj që u ndodhi besimtarëve jo hebrejnë është thjesht përdorimi i arsyes së shëndosh. Ishin besimtarët e drejtë fizikisht ata që donin të kontrollonin besimtarët e drejtë shpirtërisht me para, fuqi dhe kontroll. E vetmja mënyrë që ata mund t'i kontrollonin ishte duke i vrarë. Ata do të preferonin më mirë të vdisnin se sa të ndryshonin të vërtetën në fjalën e Perëndisë, sepse kishin në vete shpirtin e së vërtetës. Gjoni 14:17 Fryma e së vërtetës, të cilin bota nuk mund ta marrë, sepse as e sheh, as nuk e njeh, por ju e njihni, sepse ai banon me ju dhe do të jetë në ju. Çfarë ndodhi më pas që preku besimtarët? Emërtimi. Çdo kush mund të fillojë një emërtim bazuar në mendimin e tij. Kjo është arsyeja pse shumë e quajnë fen një mendim. Mund të bazohet në pak të vërtet ose as pak të vërtet. Pyetje, si prisni që ndonjë emërtim, pas qindra vitesh, ta di të vërtetën tani kur ata filluan pa të vërtetën? Vetëm për shkak se një emërtim ka qenë përreth, duke i mësuar narrativat e tij të rreme deri në atë pikë sa të bëhet tradit, nuk e bën atë të vërtetë. Asnjë grup nuk e dinte se Mateu 28:19-20 është përkufizimi i një të krishteri? Apo që Gjoni 3:5, Marku 16:18, Veprat 2:4, apo edhe Gjoni 3:16 përcaktojnë se çfarë është një i krishter?
Secili prej këtyre shkrimeve flet për shpirtin e Krishtit, shpirtin e Perëndisë dhe shpirtin e së vërtetës. Sa do inteligjent që mendon njeriu se është, ai nuk ka qenë në gjendje të kuptojë të vërtetën shpirtërore në fjalën e Perëndisë. 1 Korintasve 2:14 Por njeriu i natyrshëm nuk i merr gjërat e frymës së Perëndisë, sepse për të janë marrëzi, as ai nuk mund t'i njohë, sepse ato dallohen shpirtërisht. Një pastor ose udhëheqës që qëndron përballë kongregacionit duke e quajtur veten të krishterë dhe kongregacionin të krishterë, nuk e njeh Testamentin e Ri dhe nuk e ka idenë se për çfarë bëhet fjalë për mbretërinë e Perëndisë. Pse nuk e krahasoni veten me dishepujt që u quajtën të krishterë pasi u pagëzuan nga fryma e shenjtë? Veprat 11:26 Ata u mësuan të vërtetën nga Jezusi, ata morën frymën e Krishtit. Gjoni 20:22 Ata morën shpirtin e Perëndisë dhe shpirtin e së vërtetës kur u pagëzuan nga fryma e shenjtë. Veprat 2:4 Dhe ju duhet të flisni në gjuhë. Marku 16:17 Veprat e apostujve 2:4 thot, dhe të gjithë u mbushën me frymën e shenjtë dhe filluan të flasin në gjuhë të tjera, ashtu si fryma u dha atyre të flisnin. Ju keni nevojë për frymën e Krishtit, shpirtin e Perëndisë dhe shpirtin e së vërtetës që të mbusheni me frymën e shenjtë. Ata prej jush që flasin gjuhëra tani duhet të mësohet të vërtetën përpara se të merrni shpirtin e së vërtetës. Një besimtar duke menduar se janë të krishterë, tha se ata kanë lindur në këtë emërtim dhe se do të vdesin në këtë emërtim. Vetëm për shkak se ky emërtim ekziston prej qindra vitesh, është bërë tradit me narrativat e tij të rreme. Besimtarët duhet të kuptojnë se pasi të vdisni fizikisht, ju vazhdoni të jetoni shpirtërisht. Gjoni 5:29 Dhe dini, ata që kanë bërë të mira në ringjalljen e jetës dhe ata që kanë bërë të liga në ringjalljen e dënimit. Qëllimi i kishës është që besimtarët të bëhen të krishterë dhe shenjtor. Kisha nuk u krijua për të kënaqur ose për t'i bërë udhëheqësit e kishës të pasurohen. Zgjohu. Dëgjoni dëhre, merrni në zemrën tuaj të vërtetën në fjalën e Zotit.